I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Islami fshin çdo gjë që ka bërë njeriu përpara tij. Islami, kur futesh në Islam dhe bëhesh musliman, çdo gjë që ka kaluar përpara tij bëhet zerohet e bardh dhe njeriu fillon një jetë të re. Hijreti, emigrimi, e fshin çdo gjë që ka bërë njeriu përpara tij. Dhe teubia, pendimi, e fshin çdo gjë që njeriu ka bërë përpara pendimit. Haxhi e fshin çdo gjë që ka bërë njeriu përpara haxhit. Janë disa gjëra që kështu funksionojnë, është mëshira e të Madhit sot. Disa janë të paarritshme, siç është haxhi për atë që s'ka mundësinë, po këto të tjerat pothuajse janë gjitha të arritshme. Islami është i arritshëm, teubia është e arritshme, po edhe hijreti ndoshta dhe ndoshta. Po kur thuhet hijreti dhe emigrimi në Islam, çfarë ka për qëllim? Ka për qëllim emigrimin për të ruajtur fenë dhe besimin. Nuk bëhet fjalë për emigrimet e tjera.